Louise Ailey ka surprizuar ndjekësit e tij me një foto shumë të veçantë ku shfaqet për krah autorit të njohur të programit Fix Fare, Philip Çakulli. Ky moment ka sjellë një val emocionesh dhe ka tërhequr vëmendjen e publikut shqiptar, që e ndjek me shumë dashuri dhe admiracion. Në foton e publikuar, Louise shfaqet me një buzëqeshje të sinqertë dhe me një mesazh të fortë të shkruar, i cili flet drejt në zemër. Në mbishkrimin e publikuar në foto, Louise shprehet qartë, të gjithë mund të flasin, por jo të gjithë mund të rrinë pranë nesh. Çfarë thon për ne? Të njëjtat gjëra që s'kan pasur guxim të na thon kurrë në sy. Disa skenar nuk shiten dot, sepse janë të shkruar me dinjitet. Ky mesazh ka marrë një përkrahje të madhe dhe është përjetuar si një reflektim i vërtet i karakterit dhe qëndrimit të Louisit në çdo situatë që ka kaluar deri më tani. Në këtë foto, ku shihen dy figura të njohura dhe të dashura për publikun, ndjehet një respekt i ndërsjellë dhe një lidhje e veçantë që shkon përtej një momenti të thjeshtë fotografik. Ndjekësit kanë shpërthyer në komente pozitive, duke shprehur admirimin e tyre për guximin dhe sinqeritetin që Louisi përcjell çdo ditë. Ky postim është komentuar gjerësisht si një përgjigje dinjitoze për të gjithë ata që ndoshta kanë menduar ose kanë folur pas krahave, por që nuk kanë pasur kurajon t'i thonë gjërat në sy. Louisi, me thjeshtësinë dhe qartësinë e tij, ka bërë që ky mesazh të lexohet dhe të ndihet fuqishëm nga të gjithë ata që e ndjekin dhe e duan. Me këtë postim, Louisi tregon dhe një herë se forca më e madhe e tij është pikërisht autenticiteti. Ai nuk ka nevojë për fjalë të mëdha apo për deklarata të bujshme, por vetëm për vlera të vërteta si respekti, dinjiteti dhe dashuria për njerëzit që ka afër. Mesazhi i tij është një frymëzim për shumë të rinj dhe të reja, që sot më shumë se kur kanë nevojë të dëgjojnë të vërteta të tilla.